Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka ndarë një foto që ka shkrirë rrjetin nga ëmbëlsia dhe eleganca. Në imazhin e postuar, ajo shfaqet për krah bashkëshortit të saj Louise Ailey dhe vajzës së tyre të vogël, Luna Mari, në një moment familjar plot ngrohtësi dhe dashuri. Të tre janë të veshur me shumë stil dhe harmoni, duke dhuruar një pamje që mund të quhet pa dyshim familja më e bukur në botë, siç kanë komentuar ndjekësit e tyre të shumë. Kiara shfaqet e mahnitshme me një fustan delikat me motive lulesh, që i thekson hijeshin dhe elegancën e saj natyrale. Louise, në anën tjetër, ka zgjedhur një kostum ngjyrë bezh që i përshtatet perfekt stilit të Kiarës, ndërsa Luna Mari duket si një kukull e vogël me fustanin e saj në ngjyra të buta dhe flokët e kapur me kujdes. Ambienti ku është realizuar fotografia, me ndriçime të ngrohta dhe një pishin që reflekton dritën, i jep imazhit një ndjesi magjike, si një skenë nga një film romantik. Në përshkrim, Kiara ka vendosur fjalët e thjeshta por kuptimplota që tregojnë gjithë dashurinë dhe qetësinë që e karakterizon këtë familje. Komentet poshtë fotos janë mbushur me komplimente e urime nga fansat që nuk kanë nguruar t'i quajnë simbolin e dashurisë shqiptare. Pas shumë muajsh plot angazhime në ekran dhe projekte të reja, duket se çifti po e shijon në maksimum jetën familjare, ndërsa vogëlushja Luna Mari është kthyer në qendrën e botës së tyre. Me këtë foto plot dashuri, Kiara, Louise dhe Luna kanë treguar edhe një herë se thjeshtësia, dashuria dhe harmonia janë kombinimi më i bukur që ekziston. Në vetëm pak minuta pas publikimit, fotografia e Kiarës, Louisit dhe Luna Marit është bërë virale, duke marrë mira pëlqime dhe qindra komente pozitive nga ndjekësit e tyre. Admiruesit e çiftit kanë vërshuar me fjalë dashurie, duke e quajtur këtë imazh foto që të ngroh shpirtin dhe shembullin më të bukur të familjes shqiptare moderne. Shumë prej tyre kanë theksuar se pozitiviteti dhe sinqeriteti që përcjell kjo familje janë arsyeja pse ata vazhdojnë të jenë kaq të dashur për publikun edhe pas përfundimit të eksperiencave televizive. Në sy bie edhe mënyra se si Kiara dhe Louise, pavarësisht angazhimeve profesionale, gjejnë gjithmonë kohë për të kaluar momente të veçanta me vajzën e tyre. Ata nuk ndajnë shpesh detaje nga jeta private, por çdo foto apo video që publikojnë arrin të përcjellë një ndjenjë të pastër dashurie dhe respekti të ndërsjellë. Kjo paraqitje e fundit e tyre duket se ka prekur zemrat e të gjithëve, sepse përveç elegancës që i karakterizon, çifti tregon një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj familjes dhe një lidhje që forcohet çdo ditë e më shumë. Me buzëqeshjet e tyre të sinqerta dhe shikimet plot dashuri, ata dëshmojnë se lumturia e vërtet gjendet në momentet e thjeshta, kur dashuria dhe familja janë në qendër të gjithçkaje.